Mbikalimi që lidh lagjën Alberia me pejtonin në Prishtinë është funksionalizuar duke I dhënë fund një problemi të mëhershëm për banorët e kësaj lagje. Për vite me radhë, qytetarët janë detyruar të kalojnë mbi shinat e trenit, duke rrezikuar sigurinë e tyre për të lëvizur nga njëra anë e lagjës në tjetrën. Madje, në mungesë të një zgjidhje institucionale, ata kishin improvizuar edhe shkallë prej druri për të mundësuar kalimin ndërmjet Arbërisë dhe pejtonit. Tashmë me ndërtimin e këtij mbikalimi, I realizuar me beton dhe elemente të drurit, qytetarëve u ofrohet një alternativë më e sigurt dhe më e qëndrueshme për qarkullim. Ndonse ky projekt në platformën e prokurimi nuk figuron se sa ka kushtuar. Ky investim pritet të lehtësojë lëvizjen e përditshme dhe të rresë sigurinë për këmbësorët që frekuentojnë këtë zonë të kryeqytetit. Unë sot gati thuja se për herë të parë po shfrytëzoj këtë mbikalim. Zakonisht kum kalu anë ka shinat, ka ajo pjesa e shinave të trenit. Vend kalimi komfort I bukur, I mirë, po jo aq funksional, sepse po rrit distancën e qarkullimit. Bukur I gjatë. Po, na kalojmë për ditë tu, për ditë. Ma herët kemi kalu aty, ajo pjesa kon shumë e keqe. Edhe njerëz që janë më të moshuar nuk mund me kalu aty. Po dhe shkoku I Shko shumë keq, po. Terreni është shumë I keq. Edhe kjo është shumë mirë, shumë veç më tepër që duhet me bu. Por në pamjet që po I shikoni, disa qytetarë kanë vendosur të përdorin rrugët e vjetra, duke kaluar mbi shinat e trenit dhe duke mos e përdorur këtë mbikalim.